Themi gjithë situatën, tensionin deri diku që ka krijuar brenda Partisë Demokratike lëvizja e zotit Saliani dhe disa prej ish kandidatëve të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, të cilët kanë zhvilluar gjithashtu edhe disa takime mes tyre në Durrës, në Gjirokastër dhe së fundmi dje në Elbasan, takimi në cilin fakt përveç se është edhe më i fundit i Salianit me grupimin e tij, është edhe takimi që ndoshta ka prodhuar më tepër debat dhe ka nxjerrur më shumë gjakra të Celin Blu me zotin Noka, i cili ishte i pari që reagoi në fakt në një emision televiziv gjatë mbrëmjes së dieshme, duke e cilësuar atë një akt mjaft të rënd që çon drejt vetë përjashtimit të zotit Saliani nga struktura drejtuese të Partisë Demokratike, pasi e akuzojnë ish deputetin demokrat si po themi i ndihmuar apo i asistuar nga eksponent të botës së krimit dhe më veçanërisht Suel Qela për ta organizuar atë takim në Elbasan ditën e dieshme. Të njëjtën akuzë ka përsëritur ditën e sotme edhe vetë zoti Berisha në deklaratën që ka bërë nga Celia e Partisë Demokratike përgjatë konferencës me gazetarët, duke e cilësuar atë si një tejkalim të vijës së kuqe, pasi sipas zotit Berisha jo vetëm struktura e lartë drejtuese siç janë anëtarët e kryesisë, por edhe strukturat më të ulta, çdo antar i strukturave drejtuese të Partisë Demokratike i ndalohet që të ketë komunikime apo aq më pak bashkëpunime me eksponent të botës së krimit. Dhe sipas tij, organizimi një takimi me ndihmën e Suel Qelës është një vije kuqe dhe do të shohim se si do të interpretohet dhe si do të përkthehet, nëse në Këshillin Kombëtar do të ketë përjashtime apo ndoshta mund të lihet për në një mbledhje të mëparshme. Dhe nga ana tjetër reagimi i zotit Saliani, i cili për hir të vërtetës nuk i ka kursyer përgjigjet si ndaj zotit Noka edhe ndaj zotit Berisha në mbledhjen që u zhvillua pak ditë më parë në kryesinë e Partisë Demokratike, ku debatet në fakt kanë qenë mjaft të forta si Saliani Noka, por edhe Saliani Berisha, me ish deputetin demokrat që në asnjë moment nuk ka pranuar akuzat që janë hedhur në drejtim të tij dhe ka sfiduar zotin Noka që nëse ai ka ndonjë kundërshtim me këtë lëvizje që ka nisur prej disa javësh, të dalë personalisht në terren dhe t'i takojë ai demokratët nëse do arrit të mbledh aq shumë demokrat sa zoti Saliani ka grumbulluar në 3 sallat e 3 qyteteve të ndryshme ku ka zhvilluar takime deri më sot: Durrës, Gjirokastër dhe Elbasan. Kjo është pak a shumë situata apo klima në prag të kësaj mbledhje të parë të Këshillit Kombëtar që vjen pas gati 8 muajsh nga mbledhja e fundit. Ajo para se kësaj mbledhje ka qenë një grupim i Këshillit Kombëtar me fokus zgjedhjet e 11 majit dhe pas zgjedhjeve deri më sot nuk ka pasur asnjë mbledhje të këtij forumi dhe gjasat janë në fakt gjithsesi do të mbetet për të parë nëse kjo do të jetë mbledhja e fundit e këtij Këshilli Kombëtar, pasi të mandatuarit, antarët e Këshillit Kombëtar e kanë mandatin të vlefshëm deri në prill të vitit të ardhshëm, atëherë ku do duhet të mblidhet kuvendi i Partisë Demokratike për të votuar dhe zgjedhur antarësinë e re të Këshillit Kombëtar, por edhe të gjitha forumeve tjera drejtuese ku përfshihen sekretariatet apo edhe kryesia e Partisë Demokratike. Po Alba. E qartë. Ndërkohë, Ardit sa i takon edhe pjesëmarrjes së eksponentëve të Partisë Demokratike. Pak më parë, ndërkohë që partikuloshe ishte zoti Gjek Marka, nënkretar i kampit të djathtë që hyri në selinë e Partisë Demokratike. Të paktën te kupola drejtuese apo edhe zoti Saliani, zoti Berisha kanë bërritur, apo meqense kemi dhe gati 20 minuta kohë para se të kemi mbase edhe celën finale të kësaj mbledhje të Këshillit, mund të mbërrin? Jo, gjasat në fakt, Alba, për të respektuar traditën, nëse mund të përdor këtë term, janë që mbledhjat të shkojnë ndoshta të nisë për te orarit të zyrtar të njoftuar disa minuta për te, pra si zakonisht ndodh me grumbullimin dhe mbledhjen e tilla forumeve siç është Këshilli Kombëtar, por sa i takon prezencës zotit Saliani apo të tjerë antarëve të Këshillit Kombëtar, ende nuk kanë mbërritur, janë duke mbërritur njëri pas tjetrit, ndërkohë që zoti Berisha dhe pjesa tjetër e leadershipit Partisë Demokratike ndodhen në seli prej nisjes së ditës së sotme. Kështu që do të shohim nëse në nisje të mbledhjes zoti Saliani apo edhe të tjerë antarë të Këshillit Kombëtar që kanë prezantuar ose kanë planifikuar që të kenë një qëndrim kritik, do të flasin për mediat përpara se të shprehen me kolegët e tyre antarë të Këshillit Kombëtar. Do t'i ndjekim edhe do t'i presim njëri pas tjetrit si zoti Saliani apo edhe antarë të tjerë të Këshillit Kombëtar, pasi e theksova, nuk është vetëm zoti Saliani dhe disa prej mbështetësve të tij që janë dhe antarë të Këshillit Kombëtar
dhe qëndrimet e tyre priten me interes, pasi ka edhe të tjerë që gjithashtu janë me qëndrime dhe qasje kritike ndaj leadershipit të zotit Berisha dhe mënyrës se si Partia Demokratike është sjellë në këto 7 muaj pas zgjedhjeve të 11 majit, por nga ana tjetër këta personazhe nuk janë bashkuar apo nuk janë asociuar as me zotin Saliani, pra kanë qëndruar deri diku të barazdalkuar si me leadershipin zyrtar të Partisë Demokratike edhe me grupin e zotit Saliani, kështu që janë disa lloje grupimesh të ndryshme, disa zëra të ndryshëm të cilët do të kenë mundësi sot për herë të parë të shprehin qëndrimet e tyre dhe të kërkojnë në një farë mënyre mbajtjen e përgjegjësive për ato që ata mendojnë se nuk janë bërë mirë nga partike pas zgjedhjeve të 11 majit. Ardit, falenderoj për çdo të re që vjen nga kampi djathtë, mund të kërkosh sërish linjën dhe faleminderit për punën që ke bërë aq më tepër ku ka shumë angazhim në Selin Blu. Do të kalojmë me njëherë një bisedë tjetër. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu do të na bashkohet në këtë moment në një bisedë të shkurtër sa i takon aktualitetit politik në